Kryva obligimin tim qytetar dhe ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës në të gjitha pjesët dhe në çdo cep të shtetit tonë që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe ligjore, sepse vetëm kështu do i ndihmojnë vendit dhe do të përcaktojnë të ardhmen e shtetit të tyre. Gjithsesi se këto zgjedhje dëshmojnë demokratizimin dhe përcaktojnë edhe shkallën e pjekurisë së shtetit tonë të gjithëpërfshirës, sikurse që jemi si një shoqëri gjithëpërfshirëse, dhe se dita e sotshme është një provë e zhvillimit të gjithëmbashëm të shtetit tonë. Sot është një ditë e veçantë për shtetin tonë, për Kosovën, në historinë e re të vendit tonë, në këtë proces shumë të rëndësishëm të konsolidimit dhe forcimit të shtetit tonë. Shteti jonë është një shtet i ri evropian, i mundësive të mëdha zhvillimore. Këto mundësi jemi zotuar që t'i shfrytëzojmë për të mirën e qytetarëve. Sot është një ditë e veçantë për shtetin tonë, për qytetarët e Kosovës. Uroj gjithë qytetarët e vendit dhe ftoj për pjesëmarrjen në zgjedhje, që ky proces të jetë fair, i lirë, demokratik, për shkak kam besim të plot. Kam besim të plot se sot Kosova, qytetarët e saj, spektri politik do dërgojë mesazhin më të mirë për botën se në Kosovë. Demokracia është në veprim, demokracia po zhvillohet, jeta plurale po nga njenë, është një betej e konkurencës, nërsa në të njëjtën kohë sot është ditë e veçantë, ditë historike, dita misionit të ri. Unë për se do të fitojnë qytetarët e Republikës Kosovës në radhë parë, do dëshiroja që dalin gjithë dhe të votojnë, sepse zgjedhjet janë mënyra më e mirë që qytetarët vendosin lidhur me qeverisjen e tyre, dhe kjo është një shans i mirë për qytetarët. Unë uroj që zgjedhjet të shkojnë mirë, që të jenë transparente, të jenë të rregullta edhe të japin rezultatet. Shfrytëzova drejtën time me votue. I ftoj gjithë qytetarët e Kosovës me votu. Me vot vendosin për jetën tonë, jo vetëm këto vite, po edhe matutje, andaj është më rëndësishme që të votojnë gjithë. Televizioni Ora News në Shqipëri. Cili është mesazhi që përçon tek faktorin ndërkombëtar shteti i Kosovës me këtë proces që po mban sot? Sigurisht Kosova edhe këtë ditë do ta kaloj një mënyrë civilizuese. Kjo është një provim i madh për kosovarët dhe Kosova sigurisht i tregon Bashkisë Ndërkombëtare se është e gatshme për integrime. Ne jemi duke ecur me hapat përshpejtuar drejt integrimeve dhe rinia jonë tani dëshiron gjithsesi të rrugtoj lirshëm pa formalitete, lirshëm me idete e tyre, me mallrat e tyre, me kapitalin e tyre, aty ku ata dojnë. Të dhënat e deri tanishme tregojnë se shumica serbe ka një pjesëmarrje të ulët në këtë proces zgjedhor. A keni një mesazh drejtuar atyre? Po, secili qytetar i Kosovës ka shansin sot të votojë dhe të zgjedhë përfaqësuesit e vet. Unë besoj se të ata që dominon vedia, ata do dalin dhe do të votojnë. Mirë po, nëse dikush ende nuk është bind se shteti i Kosovës është de facto ekziston dhe shteti i Kosovës është shtëpia edhe e tyre, atëherë sigurisht janë me vonesë dhe ata do ta kuptojnë një herë se Kosova është vendi të gjithëve. Sot qytetarët vendosin, ata e përcaktojnë fatin e politikave të shtetit dhe të politikanëve në institucione. Tash demokracia nuk është e mbyllur në salla e në dhomat të ndërtesave të institucioneve, por ajo është e hapur anë mban Kosovës për të gjithë dhe secilin pa dallime. Sot qytetarët masivisht po bëhen pjesëmarrës dhe vendimmarrës për të ardhmen e shoqërisë sonë.